Prej disa ditësh, çmimet e frutave dhe perimeve kanë arritur shifra rekord. Tregtarët e Pakicës e justifikojnë këtë me rritjen e çmimeve operative, të tilla si çmimi i naftës, e cila rrjedhimisht sjell kosto të shtuara në transport. Është ngrit nafta gati 500-600 lekë më shumë se sa çka qenë para 2 javësh për shembull. Ne morëm gati 500 lekë, 600 lekë më shumë se sa që kena marrë vitet e tjera. Këtu ka shumë faktor, por faktori kryesor është rritja e naftës. Dhe me thonë transport, derisa transporti bëhet me naftë, atëherë normal ato vinë të gjitha zinxhir. Dhe janë prodhime për shembull që prodhohen e vinë nga larg. Disa produkte janë vendase, e të tjera janë importi. Pyetja që ngrihet është, cilat ju kushtojnë më pak qytetarëve shqiptar dhe si ndryshon cilësia e tyre. Prej disa ditësh në Sera ka filluar prodhimi dhe produktet vendase shiten me çmime më të lira. Kjo ul edhe varësinë nga importi, pasi kryesisht shiten domatet e sjella nga Greqia, Turqia dhe Italia. Megjithatë, tregtarët shprehen se çmimet nuk kanë qenë asnjëherë më parë në të tilla nivele edhe për produktet vendase. Çmimet si këtë vit nuk ka pas as edhe një vit si ky vit me krahasim me vitet e tjera. Janë gati 1000 lekë më shumë se ç'kanë qenë vitet e tjera. Po për shembull domati i vendit është pak më lirë se sa e jashtëmja, e turkut, e grekut, është më e shtrenjtë se sa domatia jonë. Po edhe produktet e vendit janë rritur sepse janë jashtëstine. Prodhohen në ndikimin e temperaturave të ngrohjes. Se për shembull ajo po punojnë serë, ajo sera do ngrohjen. Me çfarë do ngrohet sera? Edhe transporti po, edhe ngrohja po, edhe krahu i punës po, janë të gjitha zinxhir. Sipas tregtarëve, çmimet e larta kanë reflektuar ndjeshëm pasi qytetarët po konsumojnë gjithmonë më pak. S'janë as për qytetarët, as për ne që e tregtojmë. Sepse kemi edhe firë shumë, edhe çmimet kur janë shtrejta janë shumë më keq. Domethënë s'kemi as 30% punën në viteve të kaluara. Qofse vitin e kaluar kemi shit nga 3 argo domate si vjet shesim 1. Normal që do bien puna, se ai që ka pas më thënë me marr 4 kg do marrë 1 kg ose 2 kg.